E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tiron Alilin pikërisht në kanalin Monitor TV. Do të ndalojmë të flasim për një fenomen social, unë e quaj në fakt fenomen sepse është një ndër vajzat që ka arritur të mbledh mijëra, qindra, miliona klikime në rrjetin e saj social TikTok, duke marrur atë dashurinë e madhe, atë ndjekjen e madhe të fansave për lëvizjet e saj. Do të flasim për Hatin. Hati, një personazh shumë interesant, tepër e komentuar nëpër median sociale, është një nga vajzat që përflitet se do të jetë pjesë e kastit të Big Brother VIP Albania 5. Sara Hoxha, një ndër drejtueset të këtij spektakli, apo një ndër producentet, le ta themi, sepse drejtues është Ledion Liço, ka postuar ditën e sotme që syri Big Brotherit po ju sheh. Do me thënë shumë shpejt është pranë nesh, të shtunën do të kemi fatin ekskluzivisht ta ndjekim Prime-in e parë në YouTube, më pas të gjitha Prime-et e tjera Top Channel-i do t'i transmetoj në YouTube, por përflitet që banorët të këtij kasti janë banorë shumë interesant. Dhe ndër to pritet që të jetë Hati dhe një banor tjetër që në fakt ka ngritur shumë zë këtë kohën e fundit, bëhet fjalë për Julian Dedën. Julian Dedën për rikthim në Big Brother dhe Beskallaku. Do me thënë janë këto tre personazhe që më së shumti kam lexuar për Julin, sepse sipas produksionit Julit ju mohua e drejta për fitore nga që ishte banor më i fuqishëm dhe ndoshta do t'i jepet edhe një rast i dytë, sepse në atë kohë kishte më shumë fansa sipas thashë themeve Juli dhe jo Glaceno që e fitoi Big Brotherin, dhe së dyti Beskallaku i cili do të flet për eksperiencën dhe jetën e tij, dhe Hati që të jetë brenda kësaj shtëpie. Hati kohëve të fundit po citohet shumë nëpër media, në fakt që në momentin që ka dalë si mundësinë për të qenë protagoniste në Big Brother VIP Albania 5, ku sot për shembull Hati është dënuar nga policia, ka marrur gjobën dhe menjëherë është bërë lajm. Do të thënë do të ishte shumë interesante Besi, Hati, Juli, Roberta Lia Dragot brenda një shtëpie si Big Brother, do të ishte shumë interesante të shohim përditshmërinë e tyre, do të ishte shumë interesante qasjen e tyre, në fakt një vajzë me shami e cila po bën nami në rrjetet sociale që po tregon një jetë luksi, ndoshta për herë të parë shqiptarët do të shuanin këtë kuriozitetin e madh se nga ku i merr të gjitha këto para Hati, se nga ku e gjen të gjithën këtë luks Hati, do të kishim mësuar më shumë për jetën e Besit, për ndarjen me Xhensilën, ndoshta detaje pak më të thella që na interesojnë ne, sepse Besi dhe Xhensila nuk është se na sollën shumë detaje rreth ndarjes së tyre, por në fakt mund të mësoni më shumë edhe për Julian Dedën, të jepim edhe një mundësi tjetër. Por Roberta Lia Dragota do të ishte një Krist i dytë, sepse Kristi do të thënë ishte lojtar, ka luajtur një lojë shumë interesante. Çfarë qasje do të ketë Roberti, sepse Roberti njihet për një personazh shumë dinamik, shumë i drejtë për drejt në mendimet e tij, një personazh që gjithmonë ka qenë le të themi kontradiktor si personazh, gjithmonë ka shkuar kundër, por le ta shohim domethënë në ditën e shtunë. Këto janë thashë theme që përfliten lart dhe poshtë për këto personazhe për të qenë pjesë e këtij Big Brotheri, por dua të marr mendimin tuaj. Si e vlerësoni ju domethënë këtë Big Brother?